Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Pastaj historitë e suksesit me bebet që i lindëm negativ, që ishte ajo që unë e përmend gjithmonë që unë jam bërgjyshe pa, jo nga fëmijët e mi, po nga persona të cilët i kanë mbështetur. Sepse kanë ndihmuar nëna që kanë virusin dhe kanë lindur fëmijë pa virusin. Ose nëna pa virus, që ka qenë partneri i tyre infektuar dhe kemi shpëtuar. Edhe nëna është negative dhe fëmijët janë negativ dhe vazhdojnë akoma jetojnë. Shiko, jeta jote është me hone të thella, por edhe me triumfe kaq të mëdha. Çfarë ndjen? Do të thënë nëse do bëje një bilanc me një fjali, ja vlen ta jetosh jetën të, ja vlen ta jetoje këtë jetë? Si? Po pra ti e more përgjigjen e asaj që thash përse jam falenderus virusit. Sepse më bëri të jetoj një jetë me vlera, që do të lë gjurmë, dhe kur përmendin Shqipërinë në pjesën e Ivit, patjetër që thonë po Olimpia si është. Ndërkombëtarisht, jo vetëm këto. Dhe emocioni në festivalin e filmit Gjenev ishte vërtet shumë i madh, sepse aty kishte ngjarje që sot janë aktuale. Kishim traumet e luftës, qoftë në Gaza, qoftë në Ukrainë. Kishim problemet e karteleve të drogës në Meksik, pra ishte një larmi në ato 12 filma të përzgjedhur. Dhe realisht ne nuk është se prisnim, sepse gjithmonë ishte kjo pjesa që Ivi quhet një histori e zahuruar, nga pikpamja klinike i është një gjendje kronike, është investuar shumë në pjesën e informimit, por kur ata përmendën Olimpia Nëna Kurajoze si fituesi i çmimit më të madh të festivalit, për mua ishte një moment emocioni. E para i njëri ishte vlerësim, dhe e dyta ishte sepse ajo njihet ndërkombëtarisht, që shikoni, pavarësisht se kemi investuar, ne akoma duhet të flasim. Sepse po jetojmë në një situatë ku po mundohen ta lënë në hije, qoftë në pjesën e financimit, por qoftë edhe në ndërhyrjet e tjera. Pra ne kemi pjesën e vendimeve të fundit që janë marrë për ndërprerjen e fondeve. Kemi një UNAIDS tani që po mundohen që ta mbyllin. Ndërkohë që nuk mund të themi që mbas Covidit kjo pjesa globale e HIV-it është akoma nën kontroll. Si është situata në Shqipëri? Sepse ndryshuan situatat. Si është situata në Shqipëri? Rastet e fundit, besoj e për raportin e fundit të publikuar nga Instituti i Shëndetit Publik vetëm para një jave, vitin 2025 ne mbyllëm 135 raste të reja të diagnostikuara. Pra, vektori i transmetimit vazhdon të orientohet nga meshkujt homo dhe biseksual, dhe kishim një rast tek infektimit në bebet e përsa lindur, ndërkohë që numri i fataliteteve është në rritje. Kemi rritjet numrit të rasteve, kemi diagnozën e vonë, pra ne duhet të shikojmë dhe të lexojmë për te atyre shifrave që japim, sepse HIV nuk është statistik, është problem shumë i madh i shëndetit publik. Dhe jemi në një situatë ku ne duar trokasim dhe numërojmë milionat e vizitorëve që na vinë në Shqipëri të turizmit, por nuk flasim për turizmin seksual, që po na ndikon me shifrat në shëndetin publik të popullatës. Dhe një faktor tjetër shumë i rëndësishëm është mungesa e financimit. Me përfundimin e financimit fondit global, ne kemi zero investime në pjesën e parandalimit. Sot parandalimi ka avancuar, pra kemi medikamente që personat që janë në kontaktet vazhdueshme që kanë punë, flas për punonjësit e seksit, pavarësisht se tek ne është ndaluar, ne nuk mund ta injorojmë, nuk mund të mbylli syt dhe të themi jo, ne nuk kemi punonjës seksi në Shqipëri. Po në rast se përdorim PrEP-in, që quhet profilaksia para ekspozimit, ne mund ta ndalojmë përhapjen e virusit. Por vetëm për HIV-in, nuk po flas për sëmundjet e tjera seksualisht të transmetueshme. Informacion ka. Nuk mund të themi që s'ka informacion. Është lënë pak në heshtje tani, në fakt, se u mbivendos Covidi, jo viruse të tjera, dhe u duk sikur problemi është aty, patjetër. Por informacion nuk është se s'ka. Po të hysh edhe në Shqip ti gjen, edhe në internet, edhe kudo, shoqata jote ka bërë një punë të jashtëzakonshme, vazhdon të bëjë një punë të jashtëzakonshme. Për shembull, një njeri që dyshon që mund të ketë sida, që ka frikë tani, ku të kontaktoj, çfarë të bëj? Ja dëgjon tani këtu thot, po që më duket sikur po kam frikë, turp, stigëm,
ku ka një gjë që të shkoj ashtu edhe vetëm të testohet, ç'a të bëj? E di sa kam nga këto raste që kontaktojnë, sepse futen shikojnë videot në YouTube. Po jo, çfarë të bëj? Jo vetëm tek ty. Jo, numri im është numër publik, sepse është numri i punës, unë nuk e kam privat. Po janë shumë raste dhe ndonjëherë duket sikur janë bërë porta hyrëse për në sistem. Jo, sigurisht që shkojnë edhe në qendrat e këshillimit dhe testimit në rrethe, në bankat e gjakut, pra nuk është se nuk e dinë dhe nuk e frekuentojnë. Ka pastaj nga kjo pjesa që kanë këtë frikën që kërkojnë një informacion më shumë, jo po do ruhet ato anonimati atje ku të shkoj, sepse kanë pjesën e zbulimit të statusit nëse do dalin pozitiv. Nuk e kemi shumë këtë pjesën e testimit, nuk e kemi shumë të orientuar ose të informuar. Ka duhet akoma shumë punë te kjo. Një njeriu që ka, mund të jetë testuar dhe i kanë thënë po ti je pozitiv. Çfarë do t'i thoj, çfarë këshill do t'i thoj, se ndoshta ai duket sikur çfarë po ndodh. Ja, sistemi i referimit funksionon, sepse nga laboratori i referencës që është në institut, ata me njëri dërgojnë në klinikën ambulatore dhe aty pastaj kartelizohen dhe fillojnë të procesin e fillimit të më shumë terapisë. Sigurisht unë jam shembulli më i gjallë, sepse e para jam person i vetëm që në Shqipëri kam dalë dhe kam folur në fillim me shtëpi. Dhe pastaj për shumë arsye dhe kryesorja ishte pjesa të ruajturit të fëmijëve, sepse ata duhet të arrinin një farë moshe që të mund të zbuloj pjesën e statusit me ta. Dhe është shembulli më i mirë që sot HIV është thjesht një virus që është i menaxhueshëm dhe është një gjendje kronike që në momentin që trajtohesh me medikamente nuk përbën asnjë lloj pengese qoftë në përditshmërinë, në jetën sociale, për të krijuar familje, të kesh fëmijë të shëndetshëm dhe për të jetuar i lumtur pavarësisht se ai virus do të jetë për aq kohë derisa shkenca të na ndihmojë, do jetë aty me ty. Ideja është të dish ta menaxhosh dhe të bashkëjetosh me të në mënyrë pozitive. Pra pa ato frustrime që përmende, duke ndjekur këshillat e mjekëve, t'ia pranosh vetes dhe të luftosh që të bësh një version më i mirë i vetes, sepse tani duhet të kujdesesh më shumë për shëndetin tënd dhe duhet të jetë më mirë kuptues për të tjerë, sepse kjo të rrit edhe për atë pjesën e ndjesisë ndaj. E qartë. Por ajo që është në rastin e HIV-it është stigma shumë e madhe. Vazhdon të jetë shumë e madhe dhe shembulli më konkret është që kur një i afërm ose familjar ndron jetë nga një diagnozë tumorale apo nga një diagnozë tjetër, është i rrethuar nga të afërmit familjarët që e asistojnë edhe në ato, kurse për një diagnozë të HIV-it individi është gjithmonë vetëm ose vetëm ajo pjesë e ngushtë që mund ta di dhe mund ta suportojë në ato momente. Është frika shumë e madhe, po jo ajo që ndodh realisht, sepse ne flasim trajtimi si parandalim, pra kemi qenë në 2008 që flasim që personat që janë në terapi dhe janë të padetektueshëm edhe në marrëdhënie seksuale të pambrojtura nuk janë infektues. Dhe kjo është ajo mrekullia që solli shkenca në jetën e personave që jetojnë me HIV. Por do shumë kohë të përtypet, të pranohet psikologjikisht, sepse ndryshimi i mentaliteteve do vite, do të ndryshojnë gjenerata, është. Ti ishe e para që hape një derë në atë errësirë, pastaj të tjerët u bashkuan. Unë e kuptoj shumë mirë atë vështirësinë të jesh vetëm dhe të vazhdosh përpara, të shtysh derisa të vinë të tjerët. Ke pasur ti ndonjë moment që ke thënë unë do ta lë, nuk e bëj këtë punë, do merrem me vete me fëmijët e mi, të bëjnë çfarë të duan, boll. Ja, absolutisht nuk ka. Nuk është ky moment tek unë nuk ka ekzistuar asnjëherë. Më thoj të vërtetën. Pavarësisht ke pasur gjithë të drejtën e botës ta bëje këtë. E kam pasur. Ajo që mund të përmend është fakti i ndonjë reagimi pragmatik i fëmijëve, do të thonë çfarë fitove me këto 2 dekada. Sepse realisht, nëse e lexova edhe tek shkrimi që bëri UNAIDS në faqen e vet, unë aty e shpreh që unë në vendin tim nuk kam marrë asnjë çmim. Unë kam fituar çmimin e Fjongës Kuqe nga UNDP-a dhe nga Kombet e Bashkuara. Kam fituar çmime në rajon, por në Shqipëri unë nuk kam fituar ndonjë çmim. Duke fituar një çmim kështu, qoftë edhe simbolik, sepse në atë mënyrë
ta njohin gjithë kontributin që ti ke dhënë. Unë e kam dhënë kontributin se e kam djerë, e kam dhënë privatisht, pa asnjë lloj benefiti. Unë jetoj akoma në shtëpinë që më la bashkëshortim, pasuria ime janë fëmijët, nuk janë gjërat materiale, sepse unë kam tjetër koncept për jetën. Por është një lloj vlerësimi, sepse i kam kushtuar jetën pa ma thënë kush. Ishte qasje personale, ishte vullneti im, motivi im, që të ndihmoj njerëzit dhe nuk i kam mbyllur derën askujt, qoftë edhe në mes të natës, qoftë edhe në fundjavë. Pra, në këtë kontekst, sepse fëmijët e kanë pas gjithë historikun e asaj që unë kam bërë për njerëzit. Dhe janë edhe pak pragmatik dhe thonë çfarë fitove nga gjitha kjo. Por unë fitova një emër, një reputacion, një integritet. Unë u bëra të më pranojnë edhe atje kur më mbyllën derën në fillim. Sepse në fillim kishin frikë. Pra unë kur shkoja në Tryeza i diskutoja dhe ata që kisha rreth e qark, që ishin staf që kishin vendimarrje, kishin frikë ndonjëherë dhe pyesnin mjekët dhe thoshin si duhet sillemi me Olimpin, edhe kur ishim konferenca ndërkombëtare. Unë kam qenë dhe në OKB, në mbledhjen e Ungasit. Por po ta shikoje, unë kam dhe fotografi, po ta shikoje në mbledhjen e Ungasit, tavolina e delegacionit shqiptar ishte 0 njeri, 0 përfaqësim. Dhe aty ti kupton në vitin 2006 se çfarë është HIV-i në Shqipëri. Kur as ambasadorët që duhet jenë aty apo delegacionet që shkojnë, nuk ishin prezent kur diskutohej, sepse ishte në shkrimi deklaratës së përbashkët për reagimin global të luftës kundër HIV-it. Kështu që unë kam qenë konsciente për gjithçka që ka ndodhur. Sigurisht që do vi një moment që do thuash mjaft, por nuk e di nëse përderisa nuk kam dikë tjetër që të dalë me këtë forcë, me këtë aktivizëm, me këtë dëshirë për ndryshim. Dhe kjo është ajo e keqja që ne si aktivistë të shoqërisë civile gjithmonë diskutojmë me njëri tjetrin që ku e kemi gjeneratën e re që të kenë këtë lloj fryme, këtë lloj aktivizmi për ndryshim, këtë lloj force për të përballur me sistemin, sepse ne përballemi me sistemin. Pra jeta ime ka qenë një revolucion në sistemin shëndetësor shqiptar, sepse e nisëm nga diku ku thanë ik, dhe tani ti je pjesë e diskutimeve për ta përmirësuar këtë lloj sistemi. Dhe ajo që the për këtë pjesën e të qenit, po, unë e kam krahasuar në mënyrë metaforike veten gjithmonë me atë të parin që çan dëborën. Dhe gjithë vështirësitë i kalon ti sepse ata që vinë brapa e kanë rrugën e lirë, por ti nuk e di në hapin tjetër është një hon apo është një pengesë tjetër që mund të rrezikojë më shumë. Kështu që këto janë tash ajo pjesa që ky film dokumentar nuk është vetëm thjesht një histori jete, por është ajo që ofron mbas filmit, kur e shikon. Çfarë merr nga kjo? Nuk është vetëm një histori që po e pash edhe mbaroj. Pra ne duam të krijojmë dhe një impakt mbas kësaj historie. Prandaj në vlerësimin që morëm në gjë ne ishte edhe fushata e impaktit që ne kemi, sepse filmi do të lidhet me një QR kod që kushdo që do ta shohë në momentin që skanon do të gjejë qendrën më të afërm të testimit. Pra do nxisim atë që the ti të mendimit dhe ta orientojmë drejt një shërbimi që nuk të identifikon. Ti je shembull. Unë nuk që ta mbyll me këto klishe, të jep një këshill dhe kështu nuk ka nevojë sepse gjithë kjo bisedë është një këshill, është një shembull për njerëzit që duan të jetojnë dhe që kapen mbas jetës fort. Si macja në xham është një shprehje amerikane, po e huaj, nuk e kemi ne në Shqip. Por ti je kapur jetës edhe në momentet që ajo të ka riskuar fort. Ti aty ke qenë. Edhe unë mendoj që jo vetëm vullneti jot. Ti ndoshta s'ke marrë një çmim kështu simbolik, por ti ke marrë kaq shumë urime nga kaq shumë njerëz dhe ke kaq shumë bekime në jetën tënde, saqë më beson nuk ka çmim dhe para në botë që mund t'i blej. Dhe ato momentet e vështira që ti nuk i shpjegon dot shkencërisht, ndoshta këto bekime dhe urime kanë bërë të tyren që t'i kalosh ti dhe fëmijët e tu, që jeni shumë mirë me shëndet tani, me një jetë shumë të mirë, në ekuilibër, falteje. Dhe unë falenderoj shumë që ti ndave këtë bisedë, unë nuk naqa. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Miq, takojmë në episode tjera. Mirupafshim. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.